Sa një pyetje e fundit që bëra unë ishte kjo. Nga kapja e Madurës unë të zgjasmë shumë, të ndaj në dy copë, sa më këtë. Qërkulloj ideja që edhe Rama tani meret. Do të zbinë ata, forca delta të kësë bëndë, mos kanë zbritur ata. Edhe këto orë që kemi qenë këtu brenda ne, që të leqi Rama së është në Shqipëri. Mos vjen e marrin në Francë thua. Po jo, nesër që në tete gjysë në tjezën në dere. Mund të vinë të marrin këtu po. Atere, që është kjo përmendësinë e sidomos të eksponentëve të FD-s, pushatë si e mendon të këti gjithë, nga dy fjalë të gjithë, dhe pastaj ja rezikojnë. Fakt në rrjetet e shpërndan shumë, po e para kjo tregon dëshpërim, që vetmja shpresë është të çmendet Trumpi si të çmendet në Venezuelë, edhe për Shqipërinë, të haroj Groenlandën dhe të kthej syt nga ne. Pastaj bie që Trumpi të çmendet shumë herë. Ka një pyetje. Çmendet vazhdimisht. Ka një pyetje që i duhet shtruar çdo njeriu që tenton ta vërë vetëm punë. Mendjen punë. Mendjen pa. Pra, do ishim dakord ne si shqiptar. Për shembull, dua unë tiki Rama që sot po kam. Po do ishim dakord ne që një aksion prej kaubojësi si ai i Trumpit të na hiqte Ramën. Unë them më mirë të lëngoj gjithë jetën në diktaturën e Ramës, sesa Shqipërisë t'i ofrohet një zgjidhje si ajo që shohim në fotografi. Sepse ka ca gjëra parimore me të cilat ti nuk mund të bësh kompromis. Je për atë lloj qasje politike apo jo? Në qoftë se ne do përballemi me Ramën duhet ta heqin shqiptarët. Qartë. Në të pas një qeverisje të të mërshme 13 vjeçare të Ramës dhe të Partisë Socialiste, pas gjithë këtyre aferave që janë publikuar në media, janë denoncuar në media dhe mediat kritike dhe nga opozita, SPAK-u t'i demonstron me prova se çfarë janë, vjen pika që edhe Perëndia sot thot këta duhet ikin. Domethënë bie shiu dhe përmbyt Durrësin atë formë që tregoj skandalet. Bën atë qafë ploçën atë formë që të kuptojmë skandalet e kësaj qeverie dhe në këtë moment Partia Demokratike, që duhet ishte zëri kryesor i opozitës, rri dhe ndërron sikur të vi dikush dhe të bëj skenën e Venezuelës. Domethënë kjo tregon pafujësinë e një force politike. Edhe Berisha e thot, por ka një moment të rriqe dhe thot duhet jetë populli shqiptar që ta bëjë këtë punë. Ndërkohë që këta eksponentet e tjerë që vinë për qark Berishës, i ke nga mëngjesi darkë me teori konspiracioni, do ndodhi pak, do tash do shkojnë të deponojnë në gjykatë amerikane, pastaj do vinë ta marrin, pastaj do vinë këta të ambasadës, pastaj do bëhet qeveri tranzitore, e caktojnë dhe kryeministrën e qeverisë. Domethënë konspiracioni është gjithmonë nga pafuqia për të ndryshuar gjërat me forcën tënde. Shko, ne kemi, përveç asaj paraleles me të Dino Buxatit, është edhe paralelja e klasës cilës përkasim dhe ne nga pak. Ata që u rrëzuan 45-ën, edhe që pritëm 50 vjetë që do zbarkonin anglo-amerikanët, edhe se në vjeshtë do zbarkojnë. Jo, unë asë s'kam pritë. Jo, do më thërë, ne jemi relativisht të rinj, po që nuk e kam pritë se... Ti mos ishe bërë me ne atëra, që s'prisi. Jo, unë isha deri me Gjermaninë, që lejoj, që s'te futin në burg, se të tjera të një përlesh. Po me Gjermaninë, dhe me Gjermaninë nuk të lejoj, nuk të... Me Gjermaninë futbolër. Federalen. Të besosh, dhe më thënë që do vitë... Po ti ke hequr më shumë se unë atyre, të eretuar aty të jesh i sigurt. Më duke se dhash përgjigje, do më besosh... Edhe. Arlin, ti kishe përgjigje. Ma po kjo është shenje impotencës politike, ata që të thoja pak më herë, kur nuk e besim fare te populli. Kur mendojnë që populli është i shitur. Siç e bëjnë gjithë më këta, gjithë këta që ore nuk ngeli parti përveç nesh, pa mbajtur një qëndrim entuziast për atë që po ndodhte. Edhe pa heq paralele me Shqipërinë. Ore nuk ngeli parti nga Edi Rama, që i binte Sali Berisha, njerëzit e Edi Ramës, mos Edi Rama vetë. Te Berisha e të gjithë që një e dy ishtin paralele, po nuk ka të bëj fare, më kush e një politikën ndërkombëtare, nuk ka fare. Çfarë mund të presim në rastin më optimist nga faktori ndërkombëtar është që të mos lejoj që Edi Rama dhe Sali Berisha të fusin duart edhe të zhbëjnë SPAK-un edhe GKK-n. Po e bën këtë, kjo është arritja më e madhe. Versioni që do vinë forcat delta këtu, e të rrëmbejnë Edi Ramën, që të them është ëndër në diell, është letërsi fantastike shkencore, edhe shenjë mbi të gjitha e... Ndërkohë edhe njerë, për folur për SPAK-un vazhdimisht tu tela dhe të mbaroj me radhë, rrezikohet Rama nga SPAK-u? Dhe a mund të rrezoj Ramën SPAK-u? Fakti që Rama po bën një blokad të jashtëzakonshme për zonjën Palluku
tregon që ndihet i friksuar nga SPAK-u. Fakti që prej 1 muaj ka bllokuar çdo veprim të parlamentit në raport me SPAK-un, tregon që ka frikë. Po e bën këtë për të thënë që deri në këto, ju lejo deri te zonja Balluku dhe t'u talshoj në një moment, po mos hajdeni këtu te unë, është çështje tjetër. Pastaj ndoshta mund të jetë ajo se sa një faktor ndërkombëtar, pra unë besoj që amerikanët kanë kërkuar që dosja e Ballukut të prodhohet nga SPAK-u, sepse përgjimet atje kanë qenë nga mesi i vitit 2024, bisedat. Dhe dosja u prodhua për 1 muaj, tetor-nëntor të 2025, siç u prodhua ajo akshit për 4-5 muajt nga qershori deri në nëntor. Kështu që vetëm një ndikim, një mbështetje nga jashtë e SPAK-ut mundet. Këtë nga jashtë të Amerikës, për shembull, unë e shikoj pak edhe qesharake. Për shembull, dje, mos ja boj, Dhëndri ishte duke bisedu, erdhën dhe fotografit këtu me Edi Ramën. Dhe tani, e gjithë... Edhe Maduro deri para 2 javësh kishte folur. Bisedimet s'kishin. Bisedimet çdo bëjmë naftë, i gatshëm u treguai. Foto me Dhëndrin u editua, sepse në momentin e parë që hodhën fotot, nuk ishte Dhëndri. U shtua një ditë më pas te fotot. I qartë. Në zërgo? Në ata aktivitet, për hir të vërtetës, nuk para kishte foto dyshe. Dhe më thënë, ishte vetëm ajo me Macronin që i priti dhe ishte foto kolektive. Fotot që hodhi Rama vetë. Fotot që hodhi Rama vetë ishin fotot nga aktiviteti. Fotoja me Kushtin u hodh të nesërmen. Probabilisht nuk ka patur shumë fotograf që i kanë lëvizur, kështu që edhe me këtë shpjegohet. Nuk ka patur as takime dy paqe, po se s'kishte fare. Po ta them. Mentor që ishte i dëshiruar ta shfaqte. Është kështu. Ishte i dëshiruar që ta shfaqte foton. Do ta mbyllim. Unë mendoj që sigurisht kjo është situata më e vështirë. Edhe ajo vështirësia që po ndjen zoti Rama është në rritje, sepse është një zëvendës kryeministre e cila praktikisht ka qenë kryeministre në planin ekzekutiv, ajo ka udhëhequr një pjesë të madhe të punëve të qeverisë. Por gjithçka unë mendoj varet nga faktori ndërkombëtar, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. A dëshirojnë ata që ta shtyjmë presionin deri në atë pikë sa të kemi ndërrim të qeverisë, a teknike, a të kemi zgjedhje parakoshme të Albini, këtë unë nuk mund të shtihet dot fal, domethënë, sepse që ata të shkojnë deri atje, pra që ta shtyjnë SPAK-un dhe jo atë skuadrën e DEA-s për ta marrë Ramën me helikopter, duhet që të kenë qartësi, duhet të kenë një alternativë më të mirë se Rama përballë dhe të kenë një tranzicion të qetë. Niko Peleshin vënë ata. Tani këtu, me qenë se Andi është mik i këtij emisioni, Andi do të ta tregoj pak më qartë punën e SPAK-ut, se deri tani ka thënë me këmbgulli se SPAK-u është i udhëhequr nga Rama. Këtë pyetje po. Nga Rama. Unë mendoj që duhet ta pranosh se është nga Rama. E hapim javës tjetër. Javën tjetër ne diskutojmë këtë gjithsesi. Se jo, ti the që ka ndru padronin, the. Domethënë, pra kishte Ramën dhe tani e morin amerikanët. E vendrim padroni besoj se ka. Rama, SPAK-un, natyrisht që e bëri me kryesisht me amerikanët dhe me europianët. Po. Dhe sa ishte administrata demokrate e përdori SPAK-un si një kamzhik për të zhdukur dhe atë pak opozit që kishte në këtë vend. Nga Sali Berisha e Ilir Meta derke Fredi Beleri. Pra, kujt deshte i qefi, shkatroj edhe nga të vetët. Gjithë shka në opozit, Benamete. Tani, ka një fakt, jemi pari fakti 3, që Edi Rama ka ndruar gjuhën dhe sjelljen ndaj SPAK-ut. Çfarë tregon kjo? Pra, tregon që gjëja që ka pasur në kontroll i ka lëvizur nga kontrolli. Kush është faktori që mund t'ja ketë lëvizur nga kontrolli, këtu s'jemi fakte, po jemi një hipotezë, se ne nuk e dim, është fakti që pushteti në Washington ka ndryshuar. Problemi është prap këtu që unë jam po prap pesimist për SPAK-un, edhe si kur SPAK-u me padron ndryshuar të godasi Ramën me urdhër politik, si që goditi Berishën me urdhër t'jurikimit. Se në të dy rastet nuk kemi drejtësi. Pra, pyetja që duhet që shtrojmë ne sot është, ore, këta prokurorët që kemi quar atje,
janë zarat e jurikimit të radhës, dhe gjithë hierarkisë, jo juri, apo janë njerëz profesionist që veprojnë mbi dosjet që... Ata janë jetë politikit të... Por atëherë, nëse ata janë kamzhiku... E ti krijon një instrument që jalen në dorë dikuj tjetër. Nëse ata janë kamzhiku i perandorisë... Por ti... Ta bësh emisioni radhës tjetër. Fjali e fundit. Unë nuk do doja, me gjithse kam shpenzu 10 vjetë kundër Edi Ramës, si kritike Edi Ramës, që ne të kishim një skenar anti-Rama, si skenari pisët anti-Berisha, që bëri administrata demokrate. Këtu nuk kemi drejtësi, pas ka shpresë Rama, këtu kemi gjuhëti... Këti këtë lloj dëshire... Mos më pyet njerimo, ky është mendimi im personal. Njeriu mendon kështu tani, edhe nuk është një... Ata të vinë ta marrin me forca delta po duan, po a bijem ne dakord me këtë apo jo? Normal. Kjo është çështje tjetër. Të merren kontroll, institucionet të rëndësishme i merren kontroll dikush tjetër. Kushdo qoftë. Jam shumë i lumtur që si kemi nën kontroll. Ky është dallimi. Se këto teorie sovranizmit puritan. Unë jam shumë i shqetësuar për atë emisionin që bën zoti Ylli pothuajse çdo javë, që bankersi u bëj paprekshëm se e mbronte ambasadori amerikan që lobonte ke krye prokurori asaj drejtësisë vjetër. Unë kundër jam totalisht... Më mirë të na vjedhin shqiptarët se na vjedhin amerikanët. Jam me superfuqit. Më mirë të na vjedhin amerikanët. Po tani superfuqin vonë kemi. Me rusët ke qenë ti? Me kinezët ke qenë? Populli shqiptar ka qenë? Po zotëri. Ka qenë me radhë, me gjithë superfuqin. Po pra po tani, po kjo s'na ka ndihmuar në... Po kjo që emisioni tjetër. Emisioni tjetër. Pasi një temë që ja vlen dhe e kemi javën e ardhshme. Pasi lexon dosjen e Ballukut dhe do të thonë kjo dosja do rri 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet e pa prekur atje, s'do e preki njeri. Si do duket? Edhe çfarë dosje e Ballukut? Po pse çfarë ti më fal? Po ti po të hapësh 40 telefona këtu, e di çfarë do të thënë? Mua nuk më dosje e Ballukut. Mua nuk më duket 30 qeveri thoj. Bie gjithë qeveritë e Ballkanit. Nuk më duket normale që ajo dosje ka ndet sirtar. Po më duket shumë më normale që ajo dosje të nxirret nga sirtari për një agent që vjen nga Washingtoni. Kjo skandal. Nëse mund të... Zoti Qori, sa më shkurt se do ikim, se pasaj do jesh prap. Do të thresim gjithmonë. Shumë mirë, shumë. Pa merak. Tani, Shqipëria nuk përbën në një lloj rreziku gjeopolitik për amerikanët, që të shkoj puna që amerikanët i thonë Spakut ka Ramën. Nuk besoj që do ndodhë kjo gjë. Qartë. Por, nga ana tjetër, unë mendoj që e vetmja gjë, po e them, që ne mund të presim, si nga amerikanët, si nga evropianët, që të krijojnë një mjedis sigurie rreth e qark institucioneve drejtësisë, dhe s'ka nevojë të thotë dikush kape Rama, se ka besoj sa duash indicie e prova, nëse hetohet seriozisht që Rama të kapet. Pra, jo ti shko kape Ramën nesër, por ju mundet të veproni brenda një mjedisi sigurie, ku askush nuk do t'ja ndryshoj ligjet, askush nuk do t'ju kërcënoj fizikisht, thjesht që të bëni detyrën tuaj. Dhe nëse ata bëjnë detyrën e tyre, Ramës i kërkohet imuniteti vet pastaj. Rama është kryeministër, është kryetari i Partisë Socialiste, nuk është lojë kjo gjëja. Nëse bën detyrën... Vetën e fundit apo jo Zaurove? Kush e pyetje fund? Kjo që rrezikohet Rama nga SPAK, hetimet e SPAK. Jo, nuk më rrezikon që rrezikohet deri tani. Ajo që më rezulton është që kamzhiku që kishte në dorë mund të ketë dalë pak nga dora. Pra, ndryshimi deri tani është që në qoftë se deri dje Spaku vepronte o me urdhër, o me lejet e Edi Ramës, tani mund të ketë ndruar pa dron dhe vepron dhe pa lejet Ramës. Dhe kjo ka nxitur gjithë irritimin e Ramës. Por nuk kemi akoma asnjë gjë që indicie që po shkon ke Rama.